Miraxhi, udhëtimi që sfidoi kohën dhe universin. Në historinë e njerëzimit, ekzistojnë ngjarje që sfidojnë logjikën dhe te kalojnë kufijtë e imagjinatës. Një prej tyre është udhëtimi i jashtëzakonshëm i profetit Muhammed alayhis salam, i njohur si Isra dhe Miraxh. Një udhëtim që nuk ishte thjesht fizik, por një përvojë shpirtërore dhe kozmike, e cila mbart mesazhe të thella për besimin, kohën dhe dimensionet e padukshme të ekzistencës. Ishte një periudhë e vështirë për profetin Muhammed alayhis salam. Viti njihet si viti i dhimbjes, rreth vitit 620-621 të erës sonë, kur ai kishte humbur dy mbështetjet më të mëdha në jetën e tij. Në këtë moment të rënd, ndodhi një nga mrekullitë më të mëdha që i është dhënë ndonjëherë një njeriu. Ky udhtim i jashtëzakonshëm u quajt Miraxh, një fjalë që nënkupton ngjitje ose shkallë drejt lartësive. Ai përfaqëson ngritjen e profetit nga toka drejt qiejve, një udhtim që nuk i përket ligjeve të zakonshme të fizikës. Gjithçka filloi me pjesën e parë të udhtimit, të njohur si Isra, udhtimi nga Meka drejt xhamisë së largët në Jeruzalem. Por ajo që e bën këtë histori vërtet rënditse është pjesa e dytë, Miraxhi, ngritja në përqiej. Profeti nuk udhtoi në mënyrë të zakonshme, ai u transportua mbi një krijesë të veçantë, të quajtur Burak, një kafshë bardhë, më e madhe se një gomar dhe më e vogël se një mushk, me shpejtësi të jashtëzakonshme. Thuhet se çdo hap i saj arrinte aq larg sa shikimi i saj. Në një kohë kur njerëzit udhtonin me ditë të tëra në shkretë të tirë, ky udhtim ndodhi për një natë vetme. Si mund ta konceptojmë sot këtë udhtim? Në epokën moderne, ku flasim për shpejtësinë e dritës, udhtimet hapësinore dhe dimensionet e tjera, Miraxhi merr një kuptim edhe më të thellë. Disa e shohin si një udhtim përtej dimensioneve tona, një përvojë që nuk kufizohet nga hapësira dhe koha siç i njohim ne. Gjatë ngritjes së tij, profeti Muhammed alayhis salam u shoqërua nga engjëllt e Xhibril. Ata kaluan nga një qiell në tjetrin, ku ai takoi profetën më parshëm, duke përfshirë Ademin, Musain dhe Ibrahimin, paqja qoftë mbi ta. Por kishte një pikë edhe Xhibrili ndaloi. Ata arritën tek Sidratul Muntaha, një pemë e madhe dhe madhështore, kufiri përfundimtar i krijimit për çdo krijesë tjetër përveç profetit. Xhibrili tha se nuk mund të shkonte më tej, sepse nëse do të kalonte atë kufi, do të digjej nga madhështia hyjnore. Nga aty, profeti vazhdoi vetëm. Në këtë moment unik, ai mori një nga urdhrat më të rëndësishëm për umetin, faljen e namazit. Fillimisht u caktuan 50 namaze në ditë, por pas ndërmjetësimit dhe kthimeve të përsëritura, kjo u reduktua në 5, duke ruetur shpërblimin e 50. Pas këtij udhëtimi të jashtëzakonshëm, profeti u kthye në Mekë, por reagimi i njerëzve ishte i përzier. Shumë refuzuan këtë histori duke konsideruar të pamundur. Si mund të udhtojë një njeri nga Meka në Jeruzalem dhe më pas në qiej dhe të kthehet brenda një nate? Por kishte edhe nga ata që besuan pa hezitim, ndërta ishte Ebu Bekri radiallahu anhu, i cili u bë i njohur si Es-Sidik, ai që beson pa dyshim. Kur dëgjoi për këtë udhtim ai tha, nëse ai e ka thënë, atëherë është e vërtetë. Ky besim i palëkundur e bëri atë një nga figurat më të rëndësishme në historinë islame. Miraxhi nuk është thjesht një histori e së kaluarës, është një dritare drejt panjohurës, një thirrje për të reflektuar mbi fuqinë e Zotit dhe kufitë e njohurive tona. Ai na mëson se realiteti është më i gjerë se sa ajo që ne mund të shohim. Dhe ndoshta, në një univers ku gjithçka duket e kufizuar nga ligjet e fizikës, Miraxhi na kujton një të vërtetë madhe, se përtej çdo kufiri ekziston një realitet që vetë besimi mund ta prek.